televizion. Cili me që fjale sulmohet nga dhe nga opozita. Lëre, bjeri njëri, bjeri tjetëri. Jo, po të them. S'po i futem. Jo, i futem që qkeme të. Nuk po i futem mu. Edhe kjo është një problem tjetër. Prandaj thashëm, përgjithësia këtu është njësoj për mua, kur raport ku vje për median. Edhe mazharancës dhe opozitës, jo vetëm si mundësi për të marrë dhe për të përfituar nga prania në emisione, po si një mundësi për të përballur për të mos pasur frikë, që kur i bëjmë gjërat baltë, si qeveri, si parti, të mbajmë përgjegjësi për këtë gjë. Mirë. E kupton? Pra për këtë jam unë. Tani, sigurisht që unë mendoj që raporti i vitit tjetër do jetë edhe më i keq akoma. Edhe më i keq se ky. Edhe më i keq akoma. Pse? Por sepse ky raport për mua është treguar zemërgjër. Në momentin që një qeveri vendos që të mbylli një nga mediat kryesore informative në vend, siç ishte rasti i News 24-s, e kupton? Që këtu ka një problem shumë madh. Asnjë nga këto vendet të rajonit jo herë. Po kam frikë edhe ato që doja t'i referosh dhe s'më lë t'i referosh. Këto të Afrikës qendrore, që janë më mirë se neve, nuk ka ndodhur kjo, Sandri. Më lër t'i marr një mendim. Mendoj që kjo është, Litës dhe hitajt, tani se zakonisht qeveria ka problemin. Ta mbyllim me qeverin, pastaj kalojmë edhe ke hallet tona, që edhe aty kemi shumë probleme. Kemi, pa diskutim që kemi. Ndaj thash, mund ta diskutojmë pa komplekse këtë temë. A isha Prit, i qartë, shumë. Lita, pastaj hitaj dhe duat nalen pastaj TPD-ja, pastaj TPS-ja. Qëllimi i medias në Shqipëri dhe misioni gazetarëve në vendin tonë është që të informojnë qytetarët të marrin vendimet sa më të informuar, të votojnë dhe të dinë se çfarë bën qeveria, çfarë bën opozita dhe çfarë bën institucionet. Shpesh gazetarët kanë dalë dhe nga roli i tyre dhe kanë marrë përsipër të bëjnë edhe gjëra edhe më të mëdha se ç'është profesioni i tyre apo se ç'është job description. Shpesh në mungesë të institucioneve dhe konsolidimit të këtyre institucioneve, gazetarët janë bërë edhe prokuror, janë bërë edhe gjykatës, janë bërë edhe ekspert ushqimi, janë bërë edhe ekspert tërmethësh, janë bërë ekspert rrugor për të informuar qytetarët se çfarë po ndodh në këtë vend. Dhe qeveria, në vend se t'i falenderoj, po i sulmon gazetarët dhe si po i sulmon. Deri më sot, qeveria Rama në 4 mandate ka mbyllur apo ka tentuar të mbyll 3 media, 3 televizione të mëdha, 2 informative. Problemi është se duket sikur e gjithë politika e ka me median tani. Po e ka sepse media i tregon që ata janë lakuriq. Pra media i nxjerr të vërteta. Të gjitha aferat më të mëdha që kanë ndodhur të paktën dekadën e fundit, nëse nuk do të ishin thelluar nga media, nga gazetarë të ndryshëm, nuk do ishin bërë kauza apo skandale të mëdha publike që do kishin edhe përgjegjësi ligjore. Inqenatorët, 5D-ja, Akshi, Balluku, Veliaj, Meta, Berisha, gjithë njerëzit që kanë shpërdoruar detyrën apo kanë bërë korrupsion aktiv dhe pasiv, kanë qenë gazetarët brava që kanë thelluar lajme dhe informojnë publikun. Hetimet, lajmet, e drejt, po, ndjes. Dhe kjo bëhet në saj për të informuar qytetarët. Pastaj, a e bëjmë në punën shumë mirë, a jemi të saktë, a jemi gjithmonë korrekt, a kemi gjithmonë 2-3 burime, kjo ha diskutim, por qëllimi në vetvete është të informojmë qytetarët, nuk është ti mashtrojmë qytetarët apo të gënjejmë qytetarët. Shpesh politika mashtron dhe gënjen me premtime apo me reforme që në fakt nuk janë reforma. Ne kemi bërë që kemi specializuar gazetar, po sëqërisht për spakun, kemi specializuar gazetar për onkologjikun, kemi specializuar gazetar që të merren me çështje tematika shumë veçanta që qeverisjet në disa dekada nuk i kanë dhënë zgjidhje. Të thonë, ka gazetarë që rrinë tek dera e spakut apo tek dera e spitaleve sepse qytetarët ankohen për ditë për hallet e tyre, kur qeveria apo institucionet nuk dëgjojnë fare askëm. Dhe kjo është problemi. Hitaj, se ti na u bashkove pak më vonë. Pra, shkurtimisht, me qënë se jemi tek raporti reporterëve pa kufi, kemi humbur 3 vende sipas teje perceptim i drejt ky i këtij raporti apo jo? Shiko, nuk e kam parë